Yjet nuk të navë, shumë të pondri qërë më gjarë. Dhe si nësi me një magji, një dëshirë, një energji, tira po. I verëm son të rënd, dhe pse rruga ty të trënd, për janë gjenjë që të rëmbin, sepse po as nuk thën, tira po. Dhe kur shkari kohës bosh, dhe ka tjegur se të zëndor, që i baktosh të ngrihesh prav, do vazhdosh të ecësh. Jo më sonda, jo më sipas, mos të në qatë, që të shkosh larg, mere vete në kontrol. Thuaj njëri do këshon, do të tesh, do të hubesh, do të shohesh, ku të mundesh, shumë të ruaj si të jenë, dhe folin nga në të qytet. Qërë në bot, që ti nuk e vëndo të sot, që nuk tizet në pasion, me një flak që të verbon, mos ndalon. Lorën mos e di, për vini shira të më pujtrive do të rëgjesh, duhet qasin të rëmbesh, tira po. Dhe kur shkare kohës bosh, do ka tjegur se të zëndor, që i baktosh të ngrihesh prav, do vazhdosh të ecësh. Jo më sonda, jo më sipas, mos më në qatë, që të shkosh larg, mere vete në kontrol. Thuaj njëri do të shoh, do të tesh, do të humbesh, do të shohesh, ku të mundesh, shumë të ruaj si të jenë, dhe folin nga në të qytet. Jo më sonda, mere vete në kontrol. Thuaj njëri do të shoh, do të tesh, do të humbesh, do të shohesh, ku të mundesh. Jo më sonda, mos më në qatë, mere vete në kontrol. Thuaj njëri do të shoh, do të vesh, do të humbesh, do të shohesh, ku të mundesh, shumë të ruaj si të jenë, e folin nga në të qytet. Jo më sonda, mere vete në kontrol. Thuaj njëri do të shoh, do të tesh, do të humbesh, do të shohesh, ku të mundesh, shumë të ruaj si të jenë, e folin nga në të qytet. Bravo! Derin. Bravo, bravo, bravo. Si të quajnë? Geron me quajnë. Sa vjeç që e Geron? Jam 12 vjeç. Sa ke që studion bateri? Kam 6 vite që studioj bateri. Ke filluar që në klasë të parë? Po, që në Bravo. parë. Duket që ke gjithë këto vite që studion, bravo për veshin, bravo për ritmin, për energjin, dhe bravo që studion çdo ditë se ky është një instrument shumë i vështirë dhe unë jam e bindur që ti do të bëhesh një super baterist në të ardhmen. Një po e madhe nga unë, bravo! Shumë faleminderit. Që ti heq dilemat me njerë, një po nga unë gjithashtu, një po e madhe e bukur. Shumë faleminderit. Ishe shumë i mirë. Një energji fantastike, solle edhe materiali i përzgjedhur ishte shumë i bukur. I dha një dimenzion tjetër, si mu duk mu, gjë që vetëm sa e pasuroj. Dhe kjo fal teje, bravo. Faleminderit.
Mami dhe babi jot kur janë njohur me njëri tjetrin në fillim kur ka rënë dashuri. S'ka lidhje bateria me mamin e Ka babin. lidhje, ka, çdo gjë ka lidhje. Që nga mami dhe babi fillojnë, ndryshe s'do ishte në skenë. Po pse mo i bjen baterisë ata kur martohen? Në një farë mënyrë po. Kur ata u dashuruan fillim, u dashuruan sepse frekuencat që secili trup ka, ato që ne më vonë pastaj e quajmë energjinë, u shkrin, u bën edhe të sollën ty në jetë. Ti sot bëre të njëjtën gjë, shkrije energji midis baterisë dhe vetes tënde. Bravo dhe një popën. Po, Geron, Po, përveç gjithë elementeve, dua gjatë kohës që interpretoje, ishte një element të cilin, sepse ti je fëmijë i vogël, unë nuk do ta, ose më saktë ta sugjeroj që ta korrigjosh me kalimin e kohës, se do të tregoj një shembull. Dikur, kur ishte i mbirë sa ty, vendosa që ta bëja futbollist. Tash po e shisja me miliona, dhe sot s'do isha antar jurie këtu, do isha babai i futbollistit famshëm, Enklid Llaka. Edhe e regjistrova në një ekip, sulmus djalin. Merja dhe kupa me sheqer me gjalp që t'jepte fuqi dhe energji. Dhe e fusta i trajneri se ishte dhe djalim, po ai këmbët i ikte zvarr kryesisht, por u bë një penallti dhe do ta gjuante djalim. Unë mbrapa djalit me fjalë që e dola nga krau nga portës. Dhe djali nuk shikonte topin dhe portën, po më shikonte mua. Më shikonte mua e ma bënte, i thosha unë, "Kteja, edhe ma gjuajti mua." Që do të thotë, ti luajte shumë bukur, po kë shikoje këtu? audiencën të Jo, këtu një... Shikoja dhe pak profesorin. Kush është? Profesori im. Profesori? Po. E kapi Xhaxhia Gronin që ti shikoje dikë? E shikoja Me dhe kalim në kohës ti nuk do të shikosh kënd. Po je i gjithë involvuar te instrumenti, shijoje, interpretoje, ashtu aq bukur si kurse edhe e interpretove. Kjo nuk ka lidhje me pon time. Kjo ishte një farë mënyrë për t'i thënë profesorit, le ta gjuaj vetë. Po. Bravo. Faleminderit. Ore Castro. E kupton se Bravo. Bravo, më shok më jep mua këto, more. Hiqi më kufjet, liro më se... Jo, mikrofonin, kufjet, bravo. E di shke lëri, urime. Faleminderit. Bravo. Bravo edhe për këngën që i kështë zgjedhur. Po, është një nga këngët e mia të preferuara. Edhe imi, Allah.